تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Sot do të përmendim një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është lutje e shkurtër dhe e lehtë, por ka kuptime të bukura dhe madhështore. Është përmendur në hadith që e ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allah, unë të kërkoj udhëzim, devotshmëri ose ruajtje dhe kujdes, ndershmëri dhe dinjitet. Pra këto katër gjëra i ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot në këtë lutje madhështore që duhet t'i kushtojmë rëndësi sepse i përfshin këto kuptime madhështore. Një, ka thonë Allahumma inni as'aluka al-huda. Do të thonë Allah të kërkoj udhëzim, ta kërkoj udhëzimin. Dhe udhëzimi është, do të thonë kur kërkon prej Allahut udhëzim, do të thonë kërkon dituri të qartë dhe udhërrëfim për çdo gjë që është e dobishme në jetën e dunjas dhe në çështjet e fesë dhe të ahiretit. Do të thonë çdo gjë që të bën dobi në jetën familjare, në jetën personale, në jetën profesionale dhe në çdo çështje të dunjas dhe më e rëndësishme në çështjet e fesë, do të thonë në besim, në ibadet, në marrëdhënie me njerëzit, në moral, do thotë në të gjitha këto i kërkojmë Allahut udhëzim. Dhe udhëzimi, si kemi thënë, është çështja e vetme për të cilën Allahu na ka urdhëruar që t'i lutemi atij, që t'i kërkojmë. Do të thënë, pra si themi në surën Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim, do të thënë na udhëzo. Pra Allah të kërkoj udhëzim. Wat-tuqa, tuqa ose taqwa, do thot është kujdesi dhe ruajtja. Dhe ruajtja bëhet me duke u ruajtur njeriu nga ajo që e zemron Allahun. Do të thënë të ruhesh nga ajo që e zemron Allahun, duke lënë ndonjë obligim ose duke bërë ndonjë ndalim. Do të thënë atë që ka ndaluar Allahu, nëse e bën, kjo është që shkakton zemrimin e Allahut, ose nuk e bën atë që të ka urdhëruar Allahu. Kjo është që shkakton zemrimin e Allahut. Dhe njeriu duhet të jetë i ruajtur nga kjo, të jetë muttaqi, të ketë takwa, do të thonë të ruhet nga çdo gjë që zemron Allahun dhe të ruhet nga moralet e këqija dhe sjelljet e ulta. Pastaj ka thonë wal afaf, edhe këtë ndershmëri që do me thonë njeriu t'jetë larg, t'i largohet çdo gjë që nuk është halal dhe çdo gjë që nuk është e hishme. Do me thonë kjo është afaf, ose në tjetër transmetim iffe. Do me thonë që njeriu të ketë ndershmëri dhe mos të bjerë në nivel të ulët. Dhe el-ghina, edhe pasuri, pra nëse përkthejmë drejt për drejt, ose ndershmëri që njeriu të jetë në zemër, do të thonë, ta ndjej se i mjafton ajo që ja ka dhënë Allahu. Edhe mos ketë dëshirë për diçka tjetër, do thotë përtej asaj që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këto katër kërkesa janë me të vërtetë renditje e bukur, se si ka thënë Sheikh Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di, ka thënë kjo dua i ka mbledhur, do të thënë është prej duave më gjithëpërfshirëse, edhe më të dobishme, sepse me të e kërkon të mirën e dinit, do të thënë të mirën e fesë dhe të mirën e dunjas. Se huda, udhëzim, është dituria e dobishme, kurse tuqa dhe tuqa këtu, tuqa është vepra e mirë,
edhe largimi prej asaj që ka ndaluar Allahu. Do të thonë huda, dituri, tuqa, vepra të mira. Do të thonë këto i kërkon dhe kjo është e gjithë e mira e fesë. Me këtë përmirësohet feja, sepse, thot Sheikh Sa'di, feja është dituri e dobishme, njohje e vërtet dhe vepra, do të thonë, të sakta. Kjo është, pra e para është huda, udhëzimi, dhe e dyta është takwaja. Dhe gjithashtu kërkon afaf, do të thonë që njeriu të jetë larg prej punëve, edhe prej fjalëve që e prishin nderin e tij, ose e ulin nivelin e dinjitetit dhe nderit. Dhe ghina, do të thonë që është ndjenja e zemrës. Ka thonë dikush prej dietarëve, pra kur kërkohet, tham huda wa tuqa, do thotë udhëzimi dhe takwaja, do thotë dituria dhe vepra. El afaf, do të thonë që mos kesh nevojë për atë që e kanë njerëzit. Por afaf, do të thonë është e kundërta e kërkimit me fjalë ose vepra. Do të thonë që ti lypësh dikujt ose ti shfaqesh me vepra që të t'japë. Kjo është ulje, do të thonë e nivelit dhe është një lloj poshtrimit. Prandaj e kundërta e kësaj është afaf. Kurse ghina është, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ghina ghina an-nafs. Do të thonë pasuria e vërtetë është pasuria e zemrës. Do të thonë që njeriu zemrën ta ketë të pasur dhe të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu. Ktu është më shumë se sa vetëm afaf. Do të thonë afaf tham, mos të kërkosh njerëzve me fjalë ose me vepra. Kurse ghina është që mos ndjesh nevojë për atë që kanë njerëzit. Do të thonë as mos kesh dëshirë për atë që kanë njerëzit. Prandaj ka në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kuptimin e hadithit, ka thonë që pasuria është e dobishme ose e bereqetshme, ose si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa ty të vjen, do të thonë, ose ka thonë ajo që të vjen, ajo pasuri që të vjen, merre, nëse të vjen pa e kërkuar dhe pa thuhet tatallu nefs. Do të thonë pa e kërkuar me fjalë, edhe pa e dëshiruar me zemër. Do të thonë kur ja shet dikujt një të mirë, nëse ka lakmi, ose pra më shkurtimisht, pasuria që të vjen edhe nga njerëzit, mund ta pranosh, por nëse ka ardhur pa lypje dhe pa lakmi, pa i thonë dikujt, por edhe pa e pasur syrin e pangopur që gjithmonë, do thonë, ta shikosh atë pasurinë e tjetër kujt. Kjo nuk është moral, do të thënë nuk është prej moralit të besimtarit. Prandaj në këtë dua njeriu i lutet Allahut pra për këto katër çështje, për udhëzim, devotshmëri, dinjitet dhe ndershmëri. Prandaj fjala ghina, megjithse është kuptimi pasuri, po është për qëllim pasuria e zemrës, edhe mungesa e lakmisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur me këtë lutje. Do thotë i ka kërkuar Allahut udhëzim, që do të thonë se patjetër ne jemi edhe më parsor. Por a ka nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për udhëzim? Padyshim se ka nevojë. Të gjitha krijesat kanë nevojë për udhëzim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa qur rabbi zidni ilma." Thuaj, o Zoti im, shto ma diturinë. Do thotë në ajetin që thotë Allahu wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Do thonë mos nxito me thënien e Kuranit përpara se të plotësohet shpallja e tij. Wa qul rabbi zidni ilma. Dhe thuaj, o Zoti im, ma shto diturinë. Pra e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të kërkoj prej tij subhanahu wa ta'ala, të kërkoj dituri dhe udhëzim. Dhe po ashtu ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Do të thonë Allahu ta mësoi atë që nuk e dije. "Wa kana fadlullahi 'alayka 'azima." Dhe dhuntia e Allahut ndaj teje është dhunti e madhe.
Pra, gjithashtu nga kjo dua, kur e dim se është lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përfitojmë edhe çështje të akides, do të thënë çështje të tauhidit, që ta kuptojmë se çdo gjë është në dorën e Allahut. Edhe çdo gjë kërkohet vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë këto çështje edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërkuar nga Allahu. Atëherë si ka mundësi, do të thënë disa të devijuar që mendojnë se këto çështje duhet t'i kërkojnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i luten pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse Allahu e ka urdhëruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam që të thotë: "Qul thuaj la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak." Pra, thuaj, unë nuk ju them juve se i kam thesaret e Allahut në dorë, i posedoj thesaret e Allahut, as nuk ju them se e di të fshehtën, ghaibin, dhe nuk ju them se jam melek, angel. Dhe këto nuk janë cilësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë: "Qul inni la amliku lakum darran wala rashada." Thuaj, unë nuk posedoj për ju dëm ose udhëzim ose shpëtim. Thotë ajo nuk është në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por gjithashtu qul inni lan yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Thuaj, nuk mund të më mbroj mua askush prej Allahut. Edhe nuk kam asnjë mundësi që të gjej strehim. Pra nëse ndodh që thotë të bëje gabim, edhe nëse do Allahu ta dënoj edhe pejgamberin e tij, por kjo nuk ndodh. Mirëpo nëse kishte dashur, a ka mundësi dikush ta pengoj edhe ta strehoj pejgamberin ose këndo qoftë prej krijesave. Do të thënë e gjitha është vetëm në dorën e Allahut. Prandaj vetëm prej Allahut kërkohet çdo gjë. Do thotë në veçanti këto 4 çështje që ne i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse këto janë më të mëdha: udhëzimi, devotshmëria ose ruajtja ose kujdesi, do thotë është porosia më e madhe, si ka thënë Allahu: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Do të thënë i kemi porositur ata të cilëve u kemi dhënë librin më përpara dhe ju porosisim ju që t'i ruheni Allahut. Do të thënë të keni takwa. Pra, kurse takwaja nuk është vetëm pretendim, por është si e kanë dhënë definicionin dietarët ose dietari i tabiinëve, ka thënë takwaja është të punosh në bindje ndaj Allahut me dituri ose me dritë nga Allahu, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohesh nga ajo që e ka ndaluar Allahu me dritë nga Allahu, duke u friksuar prej dënimit të tij. Prandaj ta kuptojmë se takwa nuk do të thënë vetëm frikë, por i përfshin gjitha këto. Prandaj Allahu alem, fjala më e përshtatshme është ruajtje. Dhe thamë këto afaf edhe ghina, do të thënë janë shumë që vinë bashk, thotë dinjiteti dhe ndershmëria, sepse thamë e para është që mos u kërkosh njerëzve me gojë, kurse e dyta është mos i kërkosh me zemër. Do të thënë mos kesh lakmi për atë që e kanë njerëzit. Se do thotë kur njeriu është besimtar i mbështetur te Allahu subhanahu wa taala, do thotë nuk e shfaq atë varfërinë, por është i pasur me atë që ja ka dhënë Allahu. Pra si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innamal ghina ose laysa al-ghina an kathrati al-ard ose arad." Pra pasuria nuk është që të kesh shumë sende, por wa innamal ghina ghina an-nafs. Por pasuria vërtet është pasuria e zemrës. Sepse ka njerëz që sende kanë shumë, por janë me zemër të varfër. Edhe sjelljet e tyre janë sjellje të varfërve. Por ka njerëz që kanë varfëri të madhe dhe u mungojnë shumë gjëra, por kanë dinjitet si mbretërit. Do të thënë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf." Do të thënë se ai që nuk ka di gjendjen atyre, do të thënë këta njerëz
që janë të ndershëm, nëse dikush nuk u di gjendjen, mendon se janë prej më pasanikëve, sepse kanë ta'affuf ose afaf, do të thënë kanë ndershmëri. Pra lutim Allahun që të na japë udhëzim, devotshmëri, dinjitet dhe ndershmëri. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad